Mirë se erdhe të dashur fëmijë. Mirëmbrëma. Shpresojmë të keni kaluar një javë të bukur dhe mbyllja e kësaj jave është gjithmonë me emisionin Në botën e fëmijëve. Dhe nuk është vetëm mbyllja e javës, por është edhe fillimi energjik i një jave të re, e cila premton kaq shumë adrenalin për juve, sepse ne sot do të vim duke sjell jo vetëm një nostalgji për brezat, të cilët janë rritur me krijimtarinë e traditës së letërsisë, por edhe për fëmijët të cilët do të prekin sot gjurmët e atyre të cilët bën një epopej për letërsinë. Së pari njërë dua të prezantoj panelin, të cilën kemi Samuelin, që për shumë prej jush tashmë është i njohur, ndonë se është më i fundit fëmijë bashkuar panelit ton. Samuel, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Kemi Cindy Përlekën, gjithashtu e njohur për ju. Mirë se erdhe Cindy. Mirë se erdhe. Dhe Casey Shehaj, gjithashtu e njohur për mbështetjen që ajo jep vazhdimisht panelit ton. Mirë se erdhe Casey. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Qaj se mua, më të vogël nuk më prezantove. Më të veshlit e kanë radhën në fund. Tani duro. Dhe para jush të dashur miq, vogëlushja e këtij emisioni, Alma Mehmeti, ajo e cila bën të mundur që ju të shikoni të gjithë fëmijët tanë vizualisht, jo vetëm të perceptoni zërat e tyre, jo vetëm të perceptoni emocionet e tyre, por edhe të shikoni sa të bukur që janë ato, sa të bukur e bëjnë panelin ton ato, dhe kjo është fal Alma Mehmetit. Dhe çfarë emocionesh ata shprehin gjatë interpretimeve të bukura që përzgjedhin. Dhe unë do të thoja që pa le të themi krijimtarin tënde ose pa dorën tënde nuk do të ishte i mundur që ky emision të ishte vizibël ose i dukshëm pamor për të gjithë. Moza, ne kemi thënë që ky është një emision ku të gjithë bashkëpunojmë për të nxjerrë një orë të bukur prallash, fantazish, emocionash. Në fakt. Jo vetëm ne që jemi në panel, po neve kemi Shqiponjën, Suzanën, kemi dy të utat, kemi Mimozën tjetër, dhe sot na është bashkangjitur dhe Meliana, e cila kishte dëshirë të ishte pjesëmarrëse dhe ka dërguar videot me prava. Dhe unë do të thoja, në fakt do ta paralelizoja këtë emision me një puzzle. Gjithmonë puzzle-i ka vend. Puzzle-i me një hapësirë qellore të madhe është me mini pjesëza ku secili formon ngjyrimin dhe formën e vet. Ne jemi ende duke formuar qellin, pastaj do të zbresim poshtë në natyrë. Prandaj janë të mirëpritur të gjithë krijuesit, të gjithë interpretuesit, të gjithë fëmijët që dëshirojnë të bëhen pjesë e këtij puzzle-i të madh, i cili në vetvete përbën një tipologji secili prej jush. Të bërë së bashku krijojmë këtë emision i cili vjen dhe troket në zemrat tuaja, duke ngjallur emocione dhe duke u mbajtur të ngërthyer për një orë. E di që një orë është pak, pasi koha me fëmijët tanë rrjedh shumë shpejt dhe ne nuk do të humbasim kohë, menjëherë do të përcaktojmë tematikën e sotme, e cila është të prekësh gjurmët e traditës së krijuesve të cilët bën epope në letërsinë për fëmijë. Sikurse ne kemi përmendur disa herë, letërsia për fëmijë ka evoluar. Por në periudhët që ne tashmë po jetojmë në fëmijërinë e fëmijëve të këtij brezi, ajo popson një antikap dhe një krizë. Unë do të doja që të revokoja pak të kaluarën, si ka filluar dhe kush kanë qenë lullëzimet e saj. Le të themi në fillim të shekullit 20, ajo pati një boom të madh dhe kjo letërsi u quajt Emirfilt pikërisht në këtë periudhë, me autorët klasik si Çajupi, Ndremjeda, Fishta, Konica. Pastaj pas viteve 40 ajo pati dhe një krijimtari tjetër më të zhvilluar nga autorë të tjerë si Stereo Spase, Fatmir Gjata, Loni Papa, Bedri Dedja, Agim Deve, Tasin Gjokutaj, Gaqo Bushaka, Adelina Mamaci, shumë prej të këtyre autorëve ne do t'i sjellim krijimtaritë e tyre. Për të ardhur më pas në krijimtarinë e pas viteve 90, ku ajo mori drejtime të reja sipas kontekstit dhe situatës në të cilën morën të gjitha zhvillimet social-ekonomike të vendit, ashtu edhe
letërsia psoi ndryshimet e saj, me autor të ndryshëm si Adem Gashi, Naum Prifti, Dituri Shahini, Nancy Lera, Ramadan Musliu dhe Dituri Shahini e shumë poetë të tjerë, për të mbërritur pastaj pas viteve 2000 e pak që mund të përmendim padroje dhe krijuesit e panelit ton janë të shumt, por ndërto Alma Mehmeti, Shqiponja Panajoti, Suzana Vangeli, Teuta Sadiku, Teuta Shaqiraj, Laureta Poga, nuk e di nëse shkruan apo jo, po që i është sepse letërsia për fëmijë të dashur, fëmijë të Ajo vegjël, shkruan, po jo për fëmijë, Mimoza. po, nuk përmban vetëm letërsinë e shkruar, por në vetvete tradita e letërsisë përmbledh edhe ilustratorët, ata të cilët bëjnë të mundur që prallat të ilustrohen ose të dizenjohen, të vizatohen bukur, por edhe të shumë botuesve që janë të përkushtuar ndaj botimit të librave për fëmijë, të cilët bëjnë të mundur që ata t'i redaktojnë dhe t'i sjellin në mënyrë cilësore në duart e fëmijëve. Tashmë unë nuk dua të humbas kohën, por dua të sjell, dua ta filloj me rilindasit tan. Dua të zgjedh një tregim të shkurtër ose një fabul në fakt nga Sami Frashëri. Kush spunon mbetet i uritur. Dhe pas meje do të vijojnë në radhë Cindy, Casey dhe Samueli. Një gjinkall i vajti njëherë një milingone në mes të dimrit dhe i tha: "Po, në gjykafsh nga këto që ke mbledhur dhe ke mbushur folen tënde, se unë nuk kam ç'të ha dhe në kohë të keqe unë do të vdes prej urie." "Ashtu? Po, zotrote, ç'bëje ti në ver?" i tha milingona. "Kur vija unë për në lëm për të mbledhur këto kokrat edhe këto fijet e bykut, zotrote ç'bënje ti, apo?" Unë atëherë këndoja. E ja thosh një këngës, ju përgjigj gjinkallla. Po mirë, me që këndoja atëherë, tani kërce, i tha milingona dhe i kthehu krahët. Të dashur miq, kjo është përralla Kush spunon mbetet i uritur nga Sami Frashëri. Shumë prej jush e ka dëgjuar, e keni bërë edhe në shkollë, por ndoshta nuk kujtoheshit kush ishte autori, sepse zakonisht këto vijnë kaq të njohura dhe ne pastaj vijojmë duke menduar që autor është populli. Por në fakt është autori i kësaj fabule të famshme, Sami Frashëri. Tashmë unë do të doja të dija çfarë Samueli dhe fëmijët kanë përzgjedhur nga autorët e letërsisë shqiptare. Samuel? Këllyshi i balenës. Kaluan 2 vjet dhe balena Samueli, Këllyshi i balenës, nga shkruar, kush është autori? Adelina Mamaqi. Dhe Adelina Mamaqi është, le të themi, nga autoret të cilat kanë marrë vrrullin e letërsisë në periudhën e realizmit socialist, pas viteve 40, sepse letërsia ndahet me periudha. Dhe është mirë që neve ta cilësojmë dhe për të kuptuar se sa e hershme dhe se sa herët daton emri i Adelina Mamaqit. Le ta dëgjojmë, Samueli. Kaluan 2 vjet dhe balena lindi këllyshin e vet të tretë. 2 të parët tashmë ishin rritur dhe kush e di në cilin në qan do jetonin. Ajo nuk kishte më asnjë lajm prej tyre. Këllyshi i tretë ishte më i bukur, më i shkatët dhe më i shëndetshëm se vëllezërit e tjerë. Ai ishte plot 8 metra i gjatë dhe peshonte gati 3 ton. Sa po lindi, filloi të notonte pranë së vet, e cila nga kënaqësia buzëqeshte si buzëqeshnin balenat dhe e ushqente me qumshin e saj të trashë si qumësh kutie. Ai ishte lupës i madh. Gjithë ditën pinte qumësh tek balena nën. Dhe sa pinte, do thoni ju? 1 litër, 2, 20, 50. Jo, pinte plot 285 litra. Sa më shumë qumësh pinte këllyshi, aq më shumë gëzoi balena.
Ky do të bëhet më i forti i sojt ton, burej ajo, dhe nga gëzimi e çonte shatërvanin e ujit lart si asnjëherë. Dhe ja, shatërvanin e ujit e pan gjatarët e balenave. Një balenë, thanë ata dhe u grahën motorve. E rrethuan balenën. Ajo paska dhe një kolysh, thanë dikush. Hidhni harpunët, u dha urdhër. Dhe harpunët ra në shenjë. Kolyshi u vra dhe balena nën u plagos. Dhe kur plagoset balena bëhet e hegër si asnjëherë. Ajo e shtoi shpejtësinë dhe u vërsul me gjithë forcë mbi anijet e peshkimit. Dallgët e oqeanit u ngritën si kreshta malesh. Ishin çaste të rrezikshme. Ndërsa balena nën sulej me tërbim mbi anijen më të afërt, në anën tjetër gjatarët e kishin lidhur kolyshin e ngordhur dhe filluan ta tërhiqnin. Një çast dhe balena nën u pa. Shtangu u tendosi e ngordhur, kreshtat e dallgëve u rafshuan në sipërfaqen e qetë të oqeanit. Stangën edhe gjuetarët. Ç'po ndodhte vallë? Balena nën u vu pas kolyshit të saj të ngordhur, e qetë dhe e butë, e pa rrezikshme, thuajse edhe ajo nuk jetonte më. Anijet lundronin, e ajo i ndiqte pas qetë, pa u shkëputur nga kolyshi i vet. Balena nën nuk e ndjente më dhimbjen e plagës. Tani nuk i bënte më përshtypje, sikur në trup t'i nguleshin edhe 1000 harpun. Balena donte të ishte bashkë me kolyshin e vet, edhe atje ku nuk ishte jetë. Bravo Samueli, faleminderit. Faleminderit. Kaq të bukur që ti e solle në mënyrën tënde, por me shumë thirrje. Dhe unë tashmë me po të njëjtën energji dua të sërras Cindy për lekun me krijimin e Cindy, të lutem, mund ta prezantosh? Unë do të lexoj një tregim të shkurtër, e cila titullohet 2 lokomotivat nga Astrid Bishqemi. Në stacionin hekurudhor u takuan një ditë 2 lokomotiva. Ajo që të hiqte trenin e udhëtarëve punonte me naftë. Ishte e vogël, e re, e lehtë dhe me ngjyra të bukura. Tjetra, ajo e trenit të punës punonte me qymyr. Ishte e madhja, e vjetër dhe e nxirr. Në trupin e saj kishte një kazan të madh avulli që rëndonte për së tepërmi. Gauxhaku, së bashku me tymin, shpërndante në qiell edhe xhira qymyri. Kur ecte, lokomotiva dukej sikur gulqonte. Qaf, quf, fy. Por, megjithatë, fuqitë nuk e kishin lënë ete. Prandaj vazhdonte të punonte. Pse s'ti në pension, moj e uruar, e hëngre livadhin ti. Ju drejtua e reja së vjetrës. Ashtu është, moj bi, e di që kaloj koha ime, por ja që s'më bën zemra të ndahem nga kjo rrugë. Jo, derisa të më lëvizin rrotat, unë do të punoj. Muskujt i kam ende të fortë. Më thirrën një ditë në drejtori dhe më dhanë librezën e pensionit. Qesha dhe u thash: s'ka që më duhet kjo mua. Unë dua që edhe fundin ta kaloj në atë rrugë që i di së mbyllur asdi. E që tu është njerëzve, moj hale madhe? Mos kujton se i mori malli për pluhur të zi qymyri që udhuron në udhëtim? Apo mos kujton se kanë të tepër qymyrin që të mbushin barkun të pangopur? Mos u burë, vogëlushe, mos u burë. E di që je anvis, më e mirë se unë. Hargjon më pak, je më e pastër dhe më e lehtë. Por, mos harro që edhe ti një ditë do të dukesh njerëzve vjetër. Do të zëvendësojnë me lokomotivën elektrike, ose me ndonjë tjetër, më të fuqishme dhe më ekonomike, që mund të ndërtoj dora e artë e njeriut. Por edhe ato të na kujtojnë neve me nderim. Ne qemë të parat.
fjalët e lokomotivës së vjetër e bën tjetrën të mendojnë. Të faleminderit më shoqe e mirë dhe më fal që të lëndova me fjalët e mia. Tani po iki, se më kaloi ora. Qaf, quf, pa! Lam të mirë! Qaf, quf. Udha e barë, mojësor kave. Faleminderit. Cindy, faleminderit vërtet. Unë dua të të falenderoj sepse edhe Astrid Bishemi sapo le të themi në janar të 2025-s na ka dhënë lam të mirën për të ngjitur në parajsen e tij aty ku e kanë vendin të gjithë poetët, shkrimtarët, krijuesit, por sidomos krijuesit për fëmijë të cilët prekin hynit dhe mbeten të paharruar në letërsinë dhe komunitetin letrar shqiptar. Të falenderojmë Cindy. Dhe vijojmë te Kesi. Po, mirëmbrëma dhe njerë, unë sot kam prallën Kryengritja e qepëve nga autori Bedri Dedja. Danjushka po flinte, por një qast u llahtaris, nuk po merrte vesh a ishte ëndër apo në gjëndën. Nuk e kuptoj se si krevati saj u rrethuan nga një tokë ushtarake qepësh të armatosura me jatakan e me kobure. Në gjyq, të risnin qepët armatosura. E mbërthyen Danjushkën në pranga Çeliku dhe e çuan në magazinën e qepëve. Aty në një thes plot me qep, ishte ulur mbreti kryeshefa 1. Është histori e gjatë se si vajti puna e gjyqit dhe dihet se prallat nuk i durojnë dot historitë e gjata. Po pse ishin ngritur qepët në kryengritje dhe pse mbreti kryeshef ja hidhte tër faje Danjës? Ç'është e vërteta, Danjushkës i pëlqenin më shumë qepët e gjalla se sa të zjera në gjell. Po hajde të mbushë mendjen qepëve për këtë punë. Kemi ankesa ndaj njerëzve, thëriste tër inat kryeshefa 1. Dhe kështu nisi kjo prallë. Kemi qenë dikur që pujka, ju njerëzit na futën në dhe. Ne u frym, por mbetëm shumë të thyera, se na la për një kohë të gjatë në tokë, sikur të ishim robër. Vetëm disa i keni shkullur të njuma. Po pse na keni punuar? Pale, na keni grirë edhe me thik në pjatat e sallatave. Pse? Që të parosni fisin e madhe të nderuar të qepëve? Disa nga motrat tona i linin në tokë, derisa u thaheshin bitat dhe ne rriteshim si kokramolle. Pastaj na nxjerrnin në treg përsëri për të zjerë. Pse? Që t'u lezetoj gjella? Që nga kjo ditë, së koti të gjitha qepët e botës vendosën të bëjnë kryengritje kundër njerëzve. Do t'ju degim syt. Dhe vërtet, ato filluan t'ju digjnin syt njerëzve. Kur ngriheshin, lotët rridhnin çurg. Megjithatë, njerëzit nuk u qëndorën nga qepët. I mblidhnin, i rrisnin, i grinin, i zjenin, i përdornin në sallat dhe kënaqeshin me to. Një ditë, foli një shkencetar që dinte gjuhën qepishte dhe tha: ju vërtet keni vendosur të digjni syt njerëzve, por ju nuk e kuptoni se sa ju duan ata, sepse ai që të do ha shumë qep dhe i ka syt xham. Pse i mbani vitaminat tuaja sekret? Ne gjithnjë, do të thot, ne njerëzit, gjithnjë do të thrasim rrofë të qepa. Mbreti kryeshefa 1, shumë i kënaqur dhe i habitur nga këto fjalë, urdhëroi më një herë t'i jepej fund kryengritjes. Mbreti u prek aq shumë nga respekti i njerëzve, saqë që nga ajo ditë pranoi vullnetarisht ose të grihej në sallat, ose të hynte në tenxheret që të zgjente bashkë me mishin e liçit dhe të jepte lezet gjellës. Faleminderit Kesi. Faleminderit të dashur miq, Bedri Dedja si një autor i njohur i brezit ton, por edhe pse jo për fëmijët e këtij brezi, pasi ai ka vdekur në 13 prill të vitit 2004, por ka lënë pas shumë krijimtari të cilat janë të paharruara dhe kanë një vlerë shumë të madhe në shkencën e letërsisë shqiptare. Them shkencën sepse ai bënte pjesë edhe në një bord të psikologëve dhe të
pedagogjistëve të cilët përgatisnin tekstet shkollore, dhe kështu që ai mbetet një figurë shumë e respektuar, e dashur për breza të tërë lexuesish, studiuesish edhe studentësh, sepse ishte edhe pedagog. Të dashur miq, ne në panel nuk kemi po Alma. Jo, unë ndoa para se të prezantojmë Shqiponjën dhe Suzanën të transmetonim një video. Po, patjetër. Këtë do të thoja që në panel ne do të na bashkangjiten dy koleget tona, Shqiponja dhe Suzana, por njëkohësisht do të kemi dhe video të mikeshave tona, të cilat nga anë e mban Shqipërisë, nga Italia, nga Greqia, nga kudo na kanë sjell videot e tyre nga Amerika për të bërë pjesë e këtij emisioni. Prandaj mos hezitoni të dashur miq, jemi shumë pranë jush për të shpalosur gjithë vlerat që ju keni si në fushën e interpretimit, ashtu edhe në atë të krijimtarisë. Le të ndjekim videon e radhës, e cila është, kush është Alma? Teuta Shaqiri. E ndjekim. Na bashkohet nga Italia Teuta. Patjetër. Të dashur miq, përpara jush kam një prallë shumë të bukur nga Gaço Bushaka, Gëzimet e zojve të mi. Aty ku soset pylli prej dushko dhe zën filca shkëmbitet të veshur me myshk, një gjatar plagosi një thëllës të bukur. Një thëllës. U dërmua dhe u shpuplos të dhëza që të futen në ndonjë vrim shkëmbi, por zagari shkathët e mbërtheu me dhëm e duke tundur bishti nga gëzimi i asollit të Zot. Gjatari e përkëdheli nga koka, i fërkoi korrizin e dirsur. Zagari gati sa nuk u bë me flet nga përkëdheljet. Thellëzës ju ftohen dhe ju mpi në krah nga dhimbja e dëshpërimi. Ajo pa mezili, pupla të rëna, tek i ngriti era drejt kartërsisë dhe përqëndroi syt tek qielli. Gjatari vrau edhe dhelpra, lepoj mëdhenja, por nuk do të merri me këtë të dashur miq. Do të tregojmë vetëm për rallën e thellëzës së plagosur dhe kjo është më e bukura. Sa po zbriti në shtëpi dhe zbrazi gjahun, gjatari pas se thellëza po përpolitej. Lakushi e muri në duar dhe vëreti me kujdes. Qen ka e bukur. Do të përpiqem ta mjekoj. Në ushëroft do ta mbaj në kafas. Këngët e thellëzave i dua shumë. Kështu gjatari u kujdes dhe pas disa ditësh thellëza u bë mirë dhe filloi të çukiste mel. Ajo rau flatrat për të shpirë dhe nisi të këndonte, ndoshta dhe të vajtonte, por gjatari nuk e dinte gjuhën e thellëzës. Por gjuetari nuk e njihte gjuhën e thellëzave. Ato kanë një zë të ëmbël, sa dhe vaji duket si një këngë e bukur. Fundja dhe këngët e vajit këngë janë, këngë që dalin nga zemra e pikëlluar. Thellëza e mori veten, ju përtërin dhe puplat dhe taman atëhere nisi që ta ndjente peshën e robërisë. E vunë në një kafaz të bukur. Ju hodhën mele ujë, por ai nuk hante, as nuk pinte më. Thellëza e përfituronte veten maj i shkëmbimeve, duke i përkëdhelur vlladi i pyllit gjokset e gush. Ai vështronte bilbilat e gushëkuqet të fluturonin, shëndëver dhe zemra i pikonte gjak. Kur e pa ashtu në të ngordhur, gjatari i lidhi një dru në këmbë dhe la të kulloste me pulat në obor. Pulat u sollën mirë me të, dhe thellëza pak e nga pak e mori veten. Kur bëri vizën e parë, nisi të këndonte, të themi të drejtën, pulat u gëzuan për shoqen, kështu kaluan ditë gjërsa thellëza dhe njëra nga pulat që ishte një pikaloshe e madhe, ra në kloçka. Njëra në kafas dhe tjetra në furrik. Thellëza hante e pinte me oreks, kur qelën zojt, edhe ajo qel. Pulat ishin shumë të gëzuara, thellëza ishte vërtet një shoqe e këndshme.
por a I druri në këmbë vërtet e mundonte. Ca nga ca, zojt e pulës u rritën, po u rritën dhe zojt e thëllëzës. Gjatari I linte të lirë zojt e pulës, kurse ato të thëllëzës nuk I nxirte nga kafasi, por thëllëza përsëri ishte e kësuar. Ajo hante dhe I nxiste edhe zojt e vetë që të hanin. Ata u shëndoshën, u zbukuruan dhe ju rritën krahët. Tani, erdhi qasti, tha thëllëza. Me 1000 mundime, hapi kafazin, u puth me zojt dhe ata fluturuan. Tani, me zemë fluturonte edhe thëllëza. Tek e pa kafazin bosh, gjatari I natos. Do ta thellë këtë thëllëz, I tha së shoqës dhe përplasi thëllëzën në kafaz. Pikëloshja dhe të gjithë pulat u pikëlluan, po s'u desh moj e mjerë, I tha pikëloshja. Sa mirë që ishim bashk, sfitove me atë që bëre. Fitova shumë moj motor, fitova gëzimin e zojve të mi, fitova fluturimin e tyre, tani jam e gëzuar dhe asgjës më bën më përshtypje, asgjës më bën të dërlot. Në qiell fluturonin zojt e thëllëzës. Ata shikonin dreshkëmbive për të ndruar dhe krijuar folen e tyre. Me kaq që pra, kaq që bukur mbaroi. Unë I përqafoj fort dhe I uroj një vazhdim të këndshëm. Edhe ne të falenderojmë të uta. Unë në fakt duhet të bëj një sqarim të vogël. Dua të bëj një sqarim të vogël për të utën, sepse kur e lexoi dhe interpretoi këtë përradh, kishte ngurrimin që kishte bërë disa lapsuse të vogla. Për faktin që librat të dashur miq, ne mundohemi për të prekur vërtet gjurmët e historisë së letërsisë, shfletojmë arkivat. Dhe kemi gjetur një libër, më saktë një antologji, që është Gjuha e Zojgjve dhe daton në vitin 2000 e publikuar. Dhe si e tillë, cilësia e botimit apo e premtimit është jo si në kushtet e sotme, pasi teknologjia evoluon dhe bashkë me të dhe cilësia rritet. Kështu që kur ja çuam të utës për shkak të largësive gjeografike, që ajo është në Itali dhe unë jam në Shqipëri, nuk I ka shkuar shumë qartë dhe kështu që ajo ka bërë disa lapsuse. Për këtë, në emër të Teutës, unë të dashur miq, ju kërkoj ndjes, pasi ajo është rigoroze, shumë precize dhe kërkon të jetë perfeksioniste. Por ne jemi në botën e fëmijëve ku të gabosh është njerëzore dhe duhet të gabojmë nganjëherë për të treguar që vërtet emisioni ynë është live, është spontan dhe I pranon të gjithë emocionet brenda. E falenderojmë Teutën dhe tashmë vijojmë me mikeshat tona, Shqiponja Panajotin dhe Suzana Vangelin, të cilët I kemi në eshtje në panel. I uroj mirëseardhjen. Shqiponja, mirëmbrëma dhe mirëseardhje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se na erdhët. Është kënaqësi që bëni pjesë e panelit dhe sillni dashurinë dhe krijimtarinë e të tjerëve disa herë dhe tuajën, shpeshherë. Edhe maturitetin dhe mençurinë për të cilën fëmijët e panelit ton janë dy botë përballë njëra tjetrës, të cilët ne enkas përzgjedhim këto dy gjenerata në mënyrë që të marrim dhe të japim brenda njëri tjetrit. Dhe fëmijët marrin nga mençuria, nga pjekuria, nga motivimi, nga kreativiteti dhe nga fuqia e interpretimit të këtyre grave të cilat kanë lënë gjithçka tani dhe janë këtu me këta fëmijë. Dhe njëkohësisht ne marrim adrenalinën, energjinë, pastërtinë. Nuk I kemi lënë, Mimoz, nuk kemi lënë. Ne jemi të lumtur që jemi pranë fëmijëve, se jemi bërë të vegjël. Kemi kthyer edhe ne në botën e tyre. Por ne është kënaqësi, ë? Është vazhdim misioni, është e drejtë ky korrigjim. Është vazhdim I misionit ton. Gruaja në vetvete është një misionare në këtë botë dhe ne vazhdojmë misionin. Unë për vete I lë të gjitha punët tangë, ulem këtu them dhe se më dalin kalamaj tash. Edhe Casey më bëhet qefi që ndodhesh këtu me ato të vajzën edhe me djalin. U përshëndetëm që në fillim. Edhe Cindy. E tashmë jemi bërë se një familje, kur mungon dikush themi çu bë, ku vajti? E vërtet. Shumë e vërtet. Pra, edhe në fakt, unë do ta filloj sepse
pjesët që më janë zgjedhur për t'i lexuar janë nga një korçare. Është Violeta Kongo, që në 1 mars ka bërë 74 vjet. Po ka punuar te teatri kukullave, gjë që më gëzon që ta kemi ndonjëherë dhe të ftuar me që është dhe korçare. Ka qenë gazetare në televizion, në radio televizionin shqiptar. Gazetarja që e ktheu pasionin e saj në pikturë dhe është quajtur zonja e shpirtit mi mëndafsh. Pra, ajo pikturonte shalle nga më të ndryshmet në mënyrë perfekt. Përveç se kësaj, është eseiste, poete dhe libreriste. Pra, e kam kënaqësi sonde që nuk e kam ditur këtë që ndodhesh në Korçë, po kështu e kisha dëgjuar. Gjithsesi jam e lumtur që kam pjesë nga librat e saj për të lexuar sonde, falë Mimozës që mi ka përzgjedhur dhe mi ka dërguar. Faleminderit. Unë në fakt përzgjedhja ka qenë shumë rastësore, por si duket universi ka vajtur aty ku duhet dhe ka bërë përngjasin, pasi e ka sjell pikërisht një korçare tek një korçare dhe nuk ka më bukur se sa kaq. Kështu që unë turoj sukses dhe faleminderit për informacionin shtesë, sepse ishte vërtet interesant. Unë ti e di që unë kam pasion të jap sa dhëna, kështu që për t'i bërë më tepër, se neve kemi dhe atë misionin që të lartësojmë njerëzit që shkruajnë, aq më tepër që kjo është zonjë veçantë, ka shumë detaje për t'u lavdëruar. Unë e më lumtur sonde që kam një pjesë të saj për ta sjell këtu me zërin tim. Faleminderit. Turojmë suksese shqiponj. Punëtore si Bleta. Shumë kohë më parë, ajsa s'mbahet mend se kur na jetonte një blet që nuk e kishte qef punën. Ajo hante çdo gjente dhe gjithë ditën shtrihir dhe lozte me rrezet e diellit. Ditët i kalonin një lloj si njëra dhe tjetra dhe her pas here psheretinte. Uf, sa u mërzita. Rreza e diellit e dëgjoi dhe i tha: "Po pse mërzitesh, moj blet?" "Po ja, as shtëpi nuk kam. Lule për rreth janë të pakta dhe ato s'kan as nektar." Do të çoj unë në një shtëpi të re dhe të bukur?" e pyeti Rezja. "O, të faleminderit, di si tash për blej, po ma bëre këtë të mirë", i tha Bleta. Kështu, sa hape mbyll syt, Rezja e çoi në një lëndinë të vogël të mbushur me lule. Në mes të lëndinës ngrihej një shtëpi prej druri me shumë dhoma të vogla. Bleta u kënaq sa më zbëhet. Në shtëpi kishte shumë ushqim, hongri sa ngop, doli dhe jashtë, përshëndeti lulet e gjitha, u fut brenda dhe e kënaqur ra për të fjetur. Ditët kalonin njëra pas tjetrës. Bleta flinte, hante, shotiste, e përsëri flinte. Po ja që erdhi një ditë dhe ushqimi mbaroi. Muret e dhomave filluan të prishen, lulet të varën kokën, dhe se lëshonin me atë aromën e mirë. Bleta u mërzit. Ngriti syt lart për të kërkuar rrezën e diellit, por Rezja s'dukej gjë kundi. Bleta me sy gjithëllot u ul mbi një lule të thithë ushqim, por ato s'kishin më as një çik nektar. "Duam ujë, moj bleti", than ato. "Na jep ujë, të t'japim nektarin." Bleta e uritur nxitoi t'i ujiste lulet. Ato mbasi u ngopën me ujë, ngritën kokën dhe lëshuan aromën e tyre të këndshme. Tani urdhëro nektarin ton", i than lulet Bletës. Bleta lumtur filloi të zukas mbi to dhe të thithë ushqimin, nektarin që thithi e çoi në shtëpi dhe mbasi rregulloi muret e dhomave e bëri mjalt. Kështu Bleta filloi të fluturoj, të punoj e të këndoj, të thithë nektar e të prodhoj mjalt. Rrezja e diellit i busi qeshte, i ndriçonte shtëpinë dhe luleve u falte ngjyra të bukura. Pastaj Bleta thiri dhe shumë shoqe të tjera. U mësoi si të punonin dhe si të prodhonin mjalt. Bletët janë punëtore, aq punëtore sa kur duan të thonë për dikë që është punëtore, thonë që është punëtore si Bleta. Kjo është. Sa e bukur. Na erdhi dhe një shpjegim i shprehjes që ne përdorim gjithmonë në panelin ton, je si Blet punëtore. Ja ku e gjetëm edhe zanafillën. Faleminderit Shqiponja, jo më kot unë them që
ti je ajo pjesa që e mençuron edhe i jep një lloj maturiteti edhe një lloj Edhe mos më përkëdhel. Unë isha jashtë panelit dhe nuk e kuptova, por ndërkohë që ajo tha foli për Bletën, Bleta pundon thash, si moza që kemi ne, thash, por nuk u dëgjua. Jo, moza si lule mimoza. Që e mbajnë të gjithë, e marrin aromën, ka shumë aromë. Faleminderit, ne Blet punëtore jemi të gjitha këtu, sepse pa kontributin e secilës prej nesh dhe të gjithë bashkëpunëtorëve të tjerë, ne nuk do të mund ta çonim këtë emision përpara. Vërtet e kemi filluar unë dhe Alma, por shiko sa shumë jemi shtuar, sepse pjesë e këtij emisioni janë edhe komentet e ndryshme që vinë nga dëgjuesit tanë, që vinë nga shikuesit tanë, nga ndjekësit tanë. Dhe ndoshta do të ishte më vonë të sqaronim edhe diçka tjetër që ndoshta e kemi bërë prezent edhe më para për faqen në Facebook në botën e fëmijëve. Ne ende nuk kemi një faqe zyrtare me emrin në botën e fëmijëve. Neve akoma nuk e kemi konsoliduar si faqe, pasi e filluam si eksperimentim, por meqense jemi konsoliduar, ne do të japim një publikim zyrtar kësaj faqe dhe patjetër që me Alma po punon për ta bërë identifikuese dhe të certifikuar për të qenë autentike dhe për të qenë dallueshme kush jemi ne dhe puna jon që tashmë po shkon po bëhet gati 2 vjet. Alma? Po, dhe është për të cilësuar sepse është hapur një faqe tjetër me emrin e emisionit tonë. Pikërisht të thash, dhe dëgjuesit tanë do të na dallojnë sepse ne do të vendosim në cover me lejen e prindërve personazhet e fëmijëve, edhe pse jo edhe në fotografinë e profilit të zonjave tona, pra do ta bëjmë autentike që lehtësisht frekuentuesit tanë të emisionit të na bëjnë të dallueshëm. Ndodhin gjëra të tilla, ne nuk mund t'i kontrollojmë, por ne mund të bëjmë diferencën. Kjo është ajo çka ne mund të bëjmë. Kështu që tashmë japim fjalën Suzanës që është në pritje dhe me qetësinë dhe durimin e saj, si dhe me zërin e saj të ëmbël, është kaq e paqt dhe ju do ta shikoni gjatë interpretimit. Dhe më pas do shfaqem edhe videon që Suzana ka përgatitur. Kur t'i bie rada. Atëherë mi mbrëma për të gjithë ju. Po vazhdoj me Skënder Haskon, kam një vjersh për fëmijë të Skënder Haskos. Skënder Hasko për fëmijë ka shkruar tregimin e parë ose vjershën e parë, si jam i vogël në vitin 1971. Dhe ka vazhduar pastaj me krijimtarinë e tij të larmishme për fëmijë. Ndërto, do t'ju lexoj vizatimet e Anilës. Shpën Anila shtruar, me fletork e laps në duar. Heq viza mbi fletore, sa të drejta, sa harkore, bën sa njolla, bardezi, thot, bëra një ari. Kur me viza, fletët mbush, thot, bëra lepurush, bën sa pika, sa kuti, thot, vizatova di. Pa më thuaj, moj Anil, ku i ke, se si shumë mirë, ku i ka veshëtariu? Po kjo viz, nga në mbiu, ku është koka, ku janë syt, ku i kam këmbët dit? Thot Anila e dëshpëruar, pse o babi, s'ke mësuar, bëhu sa unë të shikosh. Do mësosh të vizatosh. Kjo pra ishte vjersha shkruar nga i madhi Skënder Hasko për ju të dashur fëmijë. Faleminderit Suzana që e solle, sepse ne në fakt në këtë panel unë duhet ta theksoja, nuk kemi përgatitur vetëm prralla apo tregime apo fabula, por pjesë e këtij kolazhi do të jenë edhe vjershat dhe poezitë e shkurtra të këtyre autorëve që datojnë herët. Sikurse Suzana kishte përzgjedhur pikërisht këtë autor. Dhe ne do të vijojmë në videon e radhës. Brava. Shiko çfarë komunikimi kemi me sy pa folur. Kemi Melianën sot që i është bashkangjitur emisionit ton.
me krijimet e autorëve të njohur si që këto më parë. Le ta ndjekim. Ascensori. Hipes brik në ascensor, ku lovitemi me orë. Del një gjysh të shkalla jonë, na bërtet e na qorton. Ç'bëni ju o kalamaj? Ascensori s'është tramvaj. Po të prishet ascensori, lumi të gjithëve në na mori. Gjyshi s'ngjitet dot 6 kat, si punon këmba në grat. Ascensori, neve mendje na e mori. Po një ditë prej takatit, ne na la në mes të katit. Erdh tekniku e 3 orë, derdi djerës në ascensor. Ne si robër na çliruan, na shpotitën, na qortuan. Tani qesh me ne çdo plak, se u bëm qesharak. Faleminderit Meliana, sa ëmbël e solli. Shumë faleminderit Meliana. Shumë e këndshme. Ne kemi edhe Mimoza Ajdoni që ka përgatitur një video. Dhe që Patjetër. Përshëndetje miq të dashur të emisionit ton. Unë sot për ju do lexoj 2 pralla, e para me titullin Stina më e mirë e vitit e autorit Sokol Jakova. Dimër, ftoht. Sa i mërzitur jam, tha gomari. Më kanë hyrë të dridhurat, s'kam të hafi e barit të njom. Oh, kur të vi pranvera? Dhe pranvera erdi, moti u ngroh, dielli shkëlqente. Tani gomari kishte të hante plot bar të njom. Por aman edhe punët ju shtuan. Punonte në arë nga mëngjesi deri në darkë. Kur kthehej natën ahur, ndjej shumë i lodhur. Kur ti të vi vera? Thoshte me vete. Verës nuk do të kem kaq punë. Erdi vera, dhe tani gomari të gjori duhej të punonte më tepër se sa në pranverë. Ropate nga mëngjesi deri në darkë. Ishte vap, ditët u zgjatën, ndërsa netët u shkurtuan. Gomari punonte shumë dhe flinte pak, nuk kopej me gjumë. Edhe vera s'më pëlqen. Kur të vi vjeshta? Përciste gomari. Vjeshta ja mbërriti dhe i solli plot punë të tjera. I duhej të mbante moll nga kopshti, të ngarkonte dru nga pylli. S'kishte kohë as të flinte. Kur do të vija i dimër i bekuar? Qahej gomari. Në dimër nuk do të kem punë, do të ngope me gjumë, sa i lumtur do të jem dimrit. Është Stina më e bukur e vitit. Pralla e ditë me titullin Gjinkalla dhe Bleta e autorit Bedri Miftari. Një ditë vere, një gjinkall kishte qëndruar në degën e një briri dhe po këndonte. Mbas pak erdhi një blet e cila filloi të thith lëngun e ëmbël të luleve të blirit. Mirë se erdhi blet e dashur, i tha gjinkalla. Dua të bisedoj me ty. Ndonjëherë tjetër se tani kam punë, ja ktheu bleta. Dëgjo, e di s'kam dërmën të bëj, i tha gjinkalla. Fol se po të dëgjoj, i tha bleta, duke vazhduar të thith lëngun e ëmbël të luleve të blirit. Kam vendosur të ndërtoj një folet të bukur. Ushqimin e dimrit do ta grumbulloj që tani. Do të shtroj gosti për natë dhe do të ftoj të gjithë miqt edhe shokët. Do të bëj rroba të bukura që kur të më shohin të tjerët të më kenë zili. Gjinkalla fliste dhe fliste, ndërsa bleta vazhdonte punën e saj dobiprurëse. Thithte lëngun e ëmbël të luleve të blirit që i duhej për të gatuar mjaltin. Gëzohemi, tha bleta kur po largohej, por nuk më besoj si do bësh asgjë nga këto që thua, sepse me fjalë dhe pa punuar nuk bëhet asgjë. Këto pra ishin 2 prallat për sot. Unë ju falenderoj dhe uroj një javë të mbar. Faleminderit Mimozës ton, Mimoza Ajdonit, Mimozës së ëmbël, e cila i sjell kaq bukur, interpretuar dhe në fakt energjia pason si një stafet në këtë emision, nëse e vëni re, të dashur miq, sepse
si kur ndjekim atë linjën e njëri tjetrit. Dhe në fakt tashmë ndoshta ka ardhur momenti ta ndryshojmë pak atmosferën dhe fëmijët të na vinë me një buqet poezish nga autorët të cilët u kërkoi të thojnë titujt e poezive dhe autorët të përkatës. Por sapo ato t'i gjejnë dhe t'i bëjnë gati, lejomuni të lexoj disa mesazhe të shumta, të cilët nuk dua të mos postohen dhe i ndjekim. Fillojmë me Teuta Shaqiraj, që ka shkruar që në fillim të momentet e para të emisionit. Erdha dhe unë para televizorit, një orë të këndshme të vegjël e të mëdhenj. Ju përqafoj. Teuta faleminderit dhe Teuta vijon sërish dhe thotë ju lumt fëmijë, pjesë e emisionit, jeni një ajër i freskët dhe me aromë në këtë program. Ju përqafoj fort dhe ju uroj suksese në shkollë dhe në jetë. Faleminderit Teuta Shaqiraj që ti na erdhe me prallëzën e Gaço Pushakës, aq bukur dhe aq ëmbël. Alma Mehmeti, Alma jon na tërheq vëmendjen dhe na thot: "Jani me krimet tuaja, ku do të bëjni pjesë e emisionit në botën e fëmijëve. Ej, të dashur krijues, bashkohuni." Do ja shtoja unë fjalës së Almës. Meliana Mimani, e cila lexoi poezinë e ashensorit. Urime për emisionin e bukur, ju përshëndes të gjithëve. Faleminderit Meliana dhe faleminderit që ti na e tholla aq ëmbël nën freskinë e detit për cilin na ka marr malli për hir të vërtetës, sepse me zor po presim ti qasemi freskisë së tij. Laureta Poga, një mbrëmje poetike të mrekullueshme ju uroj. Faleminderit Laureta, nuk e di Alma do na jetë bërë pjesë Laureta këtë radhë apo jo? Natasha Ilia, jo, nuk na është bërë këtë radhë. Natasha Ilia, mirëmbrëma dhe përshëndetje, faleminderit Natasha. Esmeralda Përleka, mami Esmeralda. Mirëmbrëma të gjithëve, jeni artist dhe talent, na ktheni në atë kohë që po e dëshirojmë shumë sot. Respekt e Mimoza, Alma dhe të gjitha zonjat. Faleminderit Esmeralda që je me ne dhe mbi të gjitha pran vajzës tënde që e inkurajon dhe mëson me dashurinë për artin. Agim Bajrami, poeti i cili gjithmonë na qëndron pranë edhe me krimtarinë e tij, por edhe me komentet e tij. Urime dhe suksese. Jeni një grup i mrekullueshëm. Falenderojmë zotin Agim. Dituri Miculi, urime. Faleminderit Dituri që je me ne. Alma Mehmeti. Fëmijët presin vjershat plot aventura nga poeti Agim, që kaq ëmbël dhe me talent i sjell në botën e tyre. Dëgjove Xhaxhi Agimi, kalamajat po presin. Mund të na i dërgosh në inbox që të mund t'i lexoj. Dëgjova. Mimoza Eliona Osmani, urime dhe suksese të gjithë stafit. Suksese Alma, suksese Mimozave të gjithave në dritare. Faleminderit. Na ka përmbledhur, na ka quajtur Mimoza të gjitha zonjat e panelit. Meliana Mimani, ju përshëndes dhe ju falenderoj që më dhat mundësinë të jap dhe unë kontributin tim për emisionin tuaj të bukur, suksese të gjithëve. Faleminderit Meliana, në fakt na kishe munguar me atë ëmbëlsinë tënde, duhet të jesh prezent më shpesh. Mimoza Eliona Osmani, bukur mozushe, është momenti që ajo e shkruan për Mimoza Aidonin. Sa bukur kur gjithë mimozat bëhen bashkë, shpërndahet ajo aroma e bukur edhe e freskët e tyre. Elmira Tafa, urime dhe suksese. Ina Mata, plot ngjyra emisioni sot. Faleminderit Inusha Halla e Kesit, Merita Mekolli, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit vërtet të gjithë dëgjuesve të cilët na inkurajojnë dhe na mbështesin. Dua të theksoj një gjë që në art gjithmonë është shumë i domosdoshëm suporti emocional, mbështetja emocionale. Është si të thuash një lloj leximi i asaj çka ne sjellim. Nëse ju na suportoni dhe na e thoni drejt për drejt që ne kemi trokitur në zemrat tuaja, e gjitha kjo transformohet në një motivacion dhe në një përgjegjësi më të madhe për ne dhe kështu t'i mësojmë dhe fëmijët tanë, të cilët duhet t'i inkurajojmë në këtë ndërmarrje që ato kanë bërë për të lënë mënjan mësimet dhe një orë t'ja dedikojnë jo vetëm fëmijëve, por edhe të rriturve. Prandaj ata kanë nevojë për mbështetjen tuaj. Faleminderit që ishit vërtet me ne në këtë promovim të fëmijëve tanë. Por ne nuk kemi mbaruar, sigurisht kemi ende kohë për të vijuar në atë kolazhin që unë ju alash fëmijëve porosi dhe ato besoj që i kanë bërë gati. Sindin e kemi në panel? Alma?
Alma, Cindy është po. Okej. Le të ndjekim fëmijët atëherë në radhën Casey, Samueli, Cindy. Casey? Okej. Casey, Samueli, Cindy. Po, u lini plak. Qysh i dashur, e mban mend kush e solli në atë vend atë u lini plak? Shumë i vjetër duhet jetë. Babe gjyshi paka pyet, s'dini ngjo as pak. Kaloi shekuj, ky ulli tu e ndoh frutin e tij njerëzve vit për vit. Ai shembulli për ne mendoi, nipa dhe u adhuroi deri më këtë ditë. Casey, kush e kishte shkruar zemër? Ishte nga Koljakova. Okej, duhet ta theksojmë këtë, sepse është një figurë shumë e fuqishme në penën dhe letërsinë për fëmijë. Dhe unë dua të bëj një korrigjim të vogël, sepse kam thënë që Ina në leximin e mesazheve, Ina Mata është halla e Caseyt dhe prandaj Casey qeshi pak më pak. Është lapsus nga ana ime. Po, kështu është kur duhet të bësh shumë gjëra njëkohësisht. I kërkojnë ndjes, në fakt, Casey dhe Ina janë, Casey mund ta cilësosh pak? Jemi kunata. Janë kunata. Okej. Atëherë faleminderit të gjithëve që janë në dëgjim me ne dhe vijojmë tek Samueli. Samueli, titulli dhe autori. Autor shumë i shuar i quajtur Xhevair Spahiu. Gjini. Babi, thuaj zogut, zbrit një qik o yll, të këndoj në dorën time si që këndon në pyll. Do t'a push në të dy faqet, t'i them fluturo. Në mëngjes tek xhami eja, tak, më zgjo. Faleminderit Samueli, faleminderit. Tita Alma, fokusoj një çik Samuelin. Dhe Samuel, ti the që autori ishte dhe njerë për të gjithë dëgjuesit? Xhevair Spahiu. Faleminderit. Faleminderit që e solle kaq bukur dhe unë besoj që ti do të googollosh një çik për të. Se unë e di që ti je shumë kërkues edhe për më tepër që mami jot, gjithashtu është një e tillë që ty të ka mësuar të mësosh me themele. Një psikologe nuk mund të jetë ndryshe. Kështu që mamin tënd e ftojmë që një ditë të bëhet pjesë ose nëse ajo ka kohë tani, unë mund t'i dërgoj asaj një poezi të shkurtër për ta interpretuar, gjithmonë nëse ajo ka kohë. Dhe kalojmë tek Cindy e ëmbël. Cindy. Po, do të lexoj një poezi nga Tasim Gjokutaj. Qilimi prej guri. Kush ka qenë në Gjirokastër, te kalaja kush është ngjitur, dhe ka parë rrugët e pastra, do mos do që është habitur. Lart në qafën e pazarit, 5 rrugë janë takuar. E sa bukur që të pesta, si qilima janë shtruar. Thonë njerëzit me habi, gjithë këta qilima guri, të qëndisur bardhë zi, val, që vëlëmën t'i thuri, bashk me shokët e vet, ikdhen dëgurët gjargjisimi. Në mes shiut e mes vapës, gur shtrohet qilimi. Gjargjisimi është mjeshtër dhe në gjoks medaljen ban. E sa pak që flet me goj, e sa shumë flet me qekan. Se bukur. Faleminderit Cindy dhe ti që e solle me kaq shumë gjyra interpretative. Dhe unë dua ta vazhdoj këtë ritmin e Cindyt, edhe këtë ëmbëlsinë e Cindyt, me një poezi nga Agim Deva, Si ta bëj drevzën pjepër. Një hall e kam një hall. Si ta bëj gjyshin të ri portokall. Si ta bëj nënën një mandarin. E si ta bëj tezen një kanarin. Po si ta bëj motrën kokër qërshie. E si ta bëj hallën unë gjethe kulumrie. E si ta bëj vllaun
Një arë kokosi. Po si ta bëj mësuesin një yll kozmosi? E si ta bëj qenq vogëlushin pjetër? Po drezën, si ta bëj të madhe si pjepër? Si ta fus malin si lule në gotë? Si ta dhën çantë tër të botë? Po si ta bëj gurin që të këndoj? Si t'i shndroj unë luftrat në loj? Si ta kem këpucën sa të një shtëpi? Et ec me dhoma në përmalësi. Si ta mbaj mend çka të mësuar, janë shumë. Kur m'lodhen këmbët, si t'ec me duar? Dhe duke menduar shumë e më shumë, të gjitha hallet më fundosën në gjumë. Nata magjike vjen e m'jep krah. Më vjedh nga shtrati e m'hedh gjithçka. Kjo ishte prallza në vargje, si ta bëj drecën pjepër. A nuk ju ndodh juve që në përëndra i realizojmë të gjitha? Kështu edhe për autorin Angileva, bëri të gjithë të pamundurat të mundura, prandaj ëndërroni, gjithmonë ëndërroni, mos rreshni edhe ato që dëshironi. Dhe Jana është bashkuar në panel mami Samuelit, e cila ka lënë punët pasi unë e thërrita dhe i dërgova tani shumë shpejt një poezi të shkurtër, Loja ku je fshehur dhe shiu. Alket, faleminderit sepse ne i bëjmë këto prot shkulla nga një herë për spontanitet. Ndjes. Mirë se erdhe. Ka një ndërprerje, po është një ndërprerje shumë e bukur në formën e përshëndetjes nga Alketa. Alketa, faleminderit që u bashkove. Faleminderit juve, përshëndetje. Na kënaqet me letërsinë shqipe. Faleminderit. Hera herës ne gërmojmë në to. Po, atëherë po ju lexoj Loja ku je fshehur dhe shiu. A ka një ndërprerje apo vetëm unë e shoh të tillë? Po, ka ndërprerje, moza. Alkita, Samueli ishte shumë mirë me internetin. Unë lëviza dhe si duket për të lexuar poezinë ndërpritet. Atëherë. Okej, mund ta fillosh nga e para. Ti si lagashi. Ku është leka, a e di? Alma, mundohu të futësh një video sa Alketat, Alma po në dëgjon? Alketa, mund të shkosh tek vendi ku ishte Samueli? Iriqi dhe mollët. Një ditë, Iriq Gjembaçi ishte dalë nga strofka e tij për të gjetur ushqim për vete e për shokët. Mori pyllën për pjetë, bëri një copë rrugë dhe u ndalë në një shesh të vogël. Sheshi që mbushur me mollë të pjekur që kishin rënë nga era. Sa mirë, sa me vete Iriq Gjembaçi. Tani do të mbush barkun plot me mollë, do të çojë dhe shokëve. Dhe ashtu bëri. Filloi të hante njeriu. Mollët ishin të shishme, i pëlqyer. Hangri sa hangri, pastaj mendoi dhe për iriqtë e tjerë që i kishte larg. Po si ti çonte mollët? Në gojë mund të mbante vetëm një kokër, kurse shokët ishin shumë. Si e vrau mendjen një copher, u kthye me kuriz nga toka dhe filloi t'i kapte mollët me gjembat e tij të hollë. Kur ju afrua strofkës, ngarkuar me mollë, i iriq bërtiti. Shikoni si lëvizin mollët, na erdhi e mira në derë. Ç'po na shohin syt kështu, u habitën iriqtë e tjerë. Ç'të janë këto mollë të çuditshme që lëvizin kështu? Iriqët filluan të lëviznin drejt mollëve. Më ndihmoni shok se u lodha, u dëgjua një zë. A ku shoh? Dikush po na kërkon ndihmë. Ç'ti? Ç'po ndodh kështu? Më ndihmoni shok se u lodha, vinte zëri që nga mollët. Më duket se po flasin mollët, tha një iriq me shaka. Kur ju afruan mollëve, njëri prej tyre thiri i gëzuar. Kush na qenka, Iriq Gjembaçi, shoku ynë.
dhe ja dha gazi. Qeshën edhe të tjerët. Shpejt e shpejt, se cili prej tyre mori nga një mollë. I riqët filluan të hanin me shije, ndërsa Riqe Mbaçi shikonte i gëzuar shokët e tij. Sa e ëmbël është kjo. Shumë e ëmbël. Faleminderit Melianës, por ne kishim shkëputje me Alketën dhe me sa di unë është stabilizuar lidhja me Alketën. Alketa, edhe një herë përshëndetje. Për ty. Po pra në fund më keni lënë tamam një loj ku je fshehur dhe shiu. Nga Shkëlqen Zalli. Shi laga shi. Ku është leka, a e di? Vetë ti më ngjar për ndiqje në përre, ja ku që nga leka midis luleve. Shi laga shi. Ku është vera, a e di? Shkrepave të timën dhe verën e gjeta, pika shiu i ndrit mbi gërsheta. Si zogjë të gëzuar rendim në përshi, lojën ku je fshehur, nisim përsëri. Bravo! Të dashur miq, nuk ka kënaqësi më të madhe se sa kur na bashkohen mamat e fëmijëve, çka tregon jo vetëm për kushtimin që merren me fëmijët e tyre, por njëkohësisht edhe nostalgjin për sjatjen e tyre për poezinë për fëmijë. Dhe Alketa është njëkohësisht jo pasionante e poezisë, por e dashuron atë. Dhe kështu që nuk mund të ndodhi ndryshe se sa unë të mos i kërkoja kaq spontanisht Alketës mundësinë e interpretimit të një poezie për fëmijë. Alketa, faleminderit. Falenderoj unë ty dhe më fal që të bëra spontanisht pjesë, po është më bukur kështu. Shumë më bukur, më emocionuese. Faleminderit, shumë faleminderit. Alma, nuk dëgjoj zemër, e ke mbyll mikrofonin. Dhe unë kam 2 video të tjera, Mimoza. Po patjetër, i ndjekim, sepse e di që kemi kaluar minutat, por besoj se fëmijët e mëdhenj dhe të vegjël po kënaqen. Patjetër. Mirëmbrëma miq të vegjël të emisionit. Në botën e fëmijëve, në botën e prallës dhe të fantazisë, sa bukur. Edhe unë mezi prisja momentin të vija me një poezi mjaft të këndshme për ju, shkruar nga Adelina Mamaçi. Adelina Mamaçi është një shkrimtare shumë e njohur për fëmijë. Në qoftë se dëshironi të dini diçka më shumë, pyetni prindët tuaj. Frutëza, moj frutëza, dardhëza, moj dardhëza, me lule të bardhëza, a i dini, unë se që ju dua shumë, kur qelni petalet, si bora në malet. Kumbulla, moj kumbulla, me lule të bukura, a i dini, unë se që dua shumë, por se, pa u pjekur, nuk kam për t'ju prekur. Mollëza, moj mollëza, me cipa të hollëza, a i dini, unë se që dua shumë, kur ju skuqin faqet, zemra, që më kënaqet. Ta bukur që e soli. Bravo. Po Alma, kush është tjetra? Tjetra është një video nga Suzana. Brava, që do ta kuptonit edhe vetë nga zëri. Përshëndetje të dashur fëmijë. Teta Suzana do t'i lexoj një tregim të shkrimtarit Xahit Pushati. Maçoku mbeti goj hapur. Maçoku, në ishte një maço me bisht të zi, me capullat e erta që i rrethonin syt e veshët. Si zakonisht, edhe sot, ai po shëtiste në oborin e shtëpisë. Këtu kishte kaluar fëmirin, atëherë kotele, por një kotele prap. Por këtu, do të kalonte edhe ditët e pleqërisë. Prap, duke shëtitur, ashtu si dinte të shëtiste maçoku, papritur, sytë e tij të bleft e dinak diktuan një çerdhe në pemën që ishte në mes të oborit. Maçoku ngriti putrën e mendoi.
një qerdhe në pemë. Miau, miau, në qerdhe ka zoq, por ka edhe vezë. Miau, miau, vezët janë të mira e të shishme për të ngrënë. Kështu foli me veten e ti, Macho Machoku, bëri si bëri, dhe hop, u kacavir në pemë. Ju afrua qerdhes nga dal, hodhi syt brenda dhe pa aty 4 vezë të vogla. Uf, sa të vogla që janë kanë këto vezë, tha i paknaqur, dhe i nervozuar Machoku. Por, pas disa ditësh do të qelin. Më mirë një zogë se sa një vezë. Do të kthehem përsëri te kjo pemë, te kjo qerdhe. Ti ha një nga një zogjt, kur ata të kenë dalë nga vezët. Kështu tha Machoku, dhe si një macho që ishte, zbriti nga pema. Hyri në shtëpi i mërzitur, ndonse në sytë e tij të blert jetonte një shpresë dinake. Pas disa ditësh, Macho Machoku doli përsëri në obor. Nuk ishte haruar, jo. Ju afrua pemës ku ishte qerdhja. Shikoi lart, papritur dëgjoi ca cisërima të lehta. Macho Machoku buzëqeshi, fërkoi putrat me njëra tjetrën, fërkoi mustaqet e tha: "Vezët kanë qelur." Ndjej zërin e tyre. Miau, miau. Më pret një ushqim i mirë me mish të bollshëm. Miau, miau. Pa u ndjerë, si një macho, hop, u kacavir në pemë. Ju afrua qerdhes dhe shikoi brenda. 4 zogjë, shumë të vegjël, pa pupla, sa po dalë nga vezët ishin aty. Uf, që kanë të vegjël, tepër të vegjël për gojën time. Çfarë të bëj me to? Nuk e shuajnë dot urinë time. Më mirë të presve sa ditë. Ata do të rriten, do të bëhen të mëdhenj. Atëherë do t'i ha me shije të madhe. Dhe zbriti nga pema, përshkoi oborin dhe hyri në shtëpi i mërzitur. Ndonse në sytë e tij të blert, jetonte përsëri një shpresë dinake. Pas 2 javësh, Macho Machoku doli përsëri në obor. Kësaj herë dëgjoi çuditur një cisarim të fortë zogjsh. Sa bukur këndojnë, tha Macho Machoku i gëzuar, duke ju drejtuar pemës. Tashti, zojt janë rritur e majmur. Më shkon goja lëng, kur mendoj kënaqësinë që do të provoj, kur ti ha një nga një. Miau, miau. Let, dinaku Macho u kacavir në pemë. Si pritej, ju afrua qerdhes ku këndonin të gëzuar zogjt. Zgjati putrën. Zogjt e njohën. Dhan me njëherë alarmin për rrezikun që kanosej. Përplasën krahët dhe fluturuan. Macho Machoku mbeti gojë hapur. Shikonte i habitur zogjt, që tashmë i shëritur dhe fluturonin lart në qiellin e kaltër. Spriti nga pema dhe hyri përsëri në shtëpi, kësaj here i lodhur, i mërzitur, e i uritur, më shumë se kur. Në sytë e tij të blert, edhe ajo shpresë dinake e shumë pritur, nuk jetonte më. Ishte shuar për gjithnjë. Ishte i mërzitur e pa shpresë. Ja, pra të dashur fëmijë, ky ishte tregimi. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru takofshim
në emisionet e ardhshme. Me siguri ti Suzana mendoj që s'do ishe pjesë e emisionit tonë sonte, ha? Kështu mendova dhe në fakt shumë ngadalë pas kam lexuar tregimin, mor një pjesë të madhe të kohës. Shumë mirë dhe unë të vlerësoj akoma më tepër që ti duhet lexuar prallat në fakt. Ti gjete mundësinë dhe u bashkove me ne, edhe pse mundësit i kishe të pakta. Në fakt, ne vim nga një shkollë e vjetër, Suzan, dhe prallat lexojnë në këtë formë, sepse kanë një qëllim përveç pjesës së edukimit dhe mesazh përcjelljes së saj, kanë edhe atë efektin e kamomilit, atë efektin e qetësisë edhe transmetimit e ndjelljes së gjumit të bardhë. Kështu që neve nuk duam në fakt sepse kanë ende kohë fëmijët për të përgatitur për ditën nesër, por gjithsesi do t'ishte ideale pak para gjumit ta vendosnin këtë zërin tënd dhe do t'ishte i garantuar një gjum i ëmbël. Prandaj thash të dashur miq që ky emision ka në vetvete tipologji karakteresh të ndryshme. Po Alma, unë dua të lexoj një vjersh nga shumur të ke ndejtur ti në fakt, vetëm ti s'ke lexuar. Në fakt, unë krijimet që më kishe dërguar ja dërgova Melianës, kështu që unë nëse do lexoj diçka nga Teta Alma, që besoj se jam e vetme që i shkruaj vetvetes. Po, unë e përmendaj që në fillim të herës e emisionit që unë i mora me stade, por që pas vitit 2000 i bën pjesë, kështu që mund ta lexosh. Ne gjurmët e letërsisë vazhdojnë, kështu që ti bën pjesë. Okej. Ç'bën kështu o marangos? Mami Alma një mëngjes hap dollapin, gjej një vezë. Pak më tutje ish një vrim, miu do këtë bërë shtëpin. Po kjo vezë nga ka ardhë, kam kohë që s'bëj pazar. Nga dritarja vjen një zog, në dollap futet me kokë. Ja dhe mami plot çudi, miu në shikon në shtëpi. Marangozin telefonon dhe ai nuk përton. Prish shtëpi dhe ndrejsh dollap, miu në vogël, do të se kap. Mysafirët shpejt u larguan, mami, marangozi shtëpi ndërtuan. Një për miun, një për zogun fole, miu flënën pem, zogu flënën re. Jo ishte. Sa e bukur. Shumë e bukur. Unë i ka marrë me rrallë, shikoni se unë i ka marrë me rrallë. Mami Alma, Casey, Samueli, Cindy, Sara, Stella, të gjithë me rrallë. Madje më kujtohet që tek tregimi kush e ngri paninën e mirit, keni qenë të gjithë Moza, Bela, të gjithë me rrallë. Unë nuk jam në asnjë vend. Po s'ka gjë. Është rralla jote. Teta Alma më fut në ndonjë vend kur të mundesh. Do të dëgjoj. Okej, po do të dëgjoj një vend komod unë ty. Atëherë, të dashur miq, ndodh që ky emision bën magji. Pa u mbyllur mirë emisioni, ne kemi një fëmijë të ri i cili do t'i bashkohet panelit ton të dielën e ardhshme. Unë po bëja biseda ndërkohë që meqense neve na duhet të bëjmë shumë punë njëkohësisht dhe një ndër to jo për mungesë respekti për të ndjekur videot që transmetohen, po për të përfituar nga rasti për ta pasuruar këtë emision. Dhe një pasuri do të vi pikërisht nga prezenca e një fëmije të ri, i cili do t'i bashkohet emisionit nga qyteti i Krujës. Ajo quhet Noemi. Noemi është një vajzë shumë e zgjuar, një vajzë e talentuar, një vajzë që është shumë e vogël për të pasur gjithë këto cilësi, por nuk do t'ju zgënjej pasi ju do ta shikoni vetë në emision të dielën e ardhshme. Ne ende nuk kemi përcaktuar tematikën, por besoj që meqense po ngjall kaq shumë këshëri, letërsia për fëmijë ndër vite, ne pse jo mund të vazhdojmë në këtë linjë.
pasi antologjia ka ende shumë krijimtari brenda dhe ne mund të vijojmë kështu, mund ta ndryshojmë, por gjithsesi do të mbetemi gjithmonë në linja dhe në shtyllat e letërsisë së vërtet. Aty neve gjithmonë theksojmë. Kemi Teta Shqiponjën që më duket ka edhe ajo një poezi të fundit për të sjellë dhe kemi kaluar çdo limit në fakt. Dëgjoj, Teta Shqiponja u largua sepse ju fik telefoni dhe më dërgoi mesazh, por mund ta lexoj herën që vjen. Okej, në rregull. Ndërkohë ne kemi ende mesazhet e fundit për të lexuar dhe pa ju marrë më kohë fëmijëve sepse kanë angazhimet e tyre. Kemi Elmira Tafën e lexova edhe Inën Burbuqe Esti. Urime dhe suksese të mëtejshme në këtë emision të bukur. Aida Çoku Spathara, e cila është tezja e Samuelit. Suksese. Mimoza. Jo, nuk ka bëj këtë radhë. Samueli, jam në rregull zemër? Është tezja kjo. Po. Suksese, jeni shumë të mirë të gjitha. Samuel të lumë të zemër. Faleminderit Aida që je me ne. Faleminderit dhe zonjës Burbuqe, Merita Mekolli, shumë bukur, faleminderit Merita, Majlinda Shejaj, mami i Kesit, nuk e gaboj këtë, urime dhe suksese, Eliona, Mimoza Eliona Osmani, fëmijë, jeni lulet e pranverës, petalet e jetës, nuk mund të flas ndryshe një poete, kështu që e falenderoj Mimozën. Mimoz, dua që t'jesh në emision një ditë, ose fizikisht, ose me videon tënde. Bujana Malaj, një nga panelistet e hershme të këtij emisioni. Mirëmbrëma dhe përshëndetje këtij emisioni të bukur për fëmijë, që kur futemi brenda tij e gjejmë dhe veten tonë të dikurshëm, por më ndryshe, duke sjellë në memorien tonë një nostalgji vitesh dhe dekadash, një epokë krejt ndryshe. E sot e shikojmë veten përpara pasqyrave të ekraneve televizive të ndryshme me ngjyra ylberi, duke krahasuar ngjyrat tona të vetme që ishin vetëm bardhë dhe zi. Sa bukur fëmijë të dashur, çfarë pasqyrimi digital e teknologjie e përparuar që po rriteni ju. Por mos harroni, si duket është mesazhi shkurtuar nga gjatësia, mos harroni dhe atë që kemi lënë pas, me siguri do të ketë qenë. Faleminderit Bujana, vërtet një mesazh shumë i ndjerë dhe i plot. Nexhi Hasani, emision edukativ dhe është për t'u vlerësuar. Ju lumt. Faleminderit Nexhi. Haxho Sulonebiu, shumë bukur dhe na ka dërguar lule emoji të buzëqeshura. Shumë faleminderit që janë kaq dashamirës me fëmijët tanë dhe pse jo dhe me ne. Daisy Elbasani, punë të mbarë të dashura, faleminderit Daisy. Dhe Ami Amaro, mirëmbrëma nga Noemi. Noemi pra është fëmia më i ri i cili do t'i bashkohet. Cicërima më e freskët e këtij emisioni. Ami Amaro është mamaja e cila besoi që në natën e parë do të na bashkangjitet për të na përshëndetur dhe prezantuar të bijën dhe për të na lënë ne si pasuri një ditë të vetme në javë. Një orë të vetme, sikur se kanë bërë nënat e këtyre fëmijëve të mrekullueshëm me ne. Ju garantojmë që i keni në dorë të sigurt dhe do të jemi një shkollë shumë e mirë për edukimin dhe rritjen e tyre. Faleminderit pra të dashur miq. Sot kemi pasur një maraton të vërtet, jo vetëm krijimtarie, emocionesh, njohjesh të reja dhe besoj që edhe ju ja keni kaluar po kaq bukur sa edhe ne. Unë nuk besoj që kemi lënë diçka tjetër nga gjërat e parashikuara nga sot, Alma? Jo, janë të gjitha të realizuara. Atëherë, unë sërish dua të falenderoj fëmijët në radhë të parë, të gjithë kontribuesit e këtij paneli që janë zonjat e mrekullueshme që kanë dërguar videot e tyre me interpretimet shumë të ndjera dhe shumë të larmishme. Suzanën ton, e cila është pjesë e emisionit, është shtyllë e këtij emisioni, Shqiponjën gjithashtu dhe të gjithë dëgjuesit dhe ata të cilët kanë dëgjuar edhe në heshtje, por që shifrat vërtetojnë që ata kanë qenë me ne. Secili zgjedh të jetë pjesëmarrës në formën e vet. Mjafton të jeni me ne në një orë të bukur të ditës së diel, që është gjithmonë në orën 18:00, çdo të diel na ndiqni të dashur miq dhe bëuni pjesë me protagonizmin tuaj, pse jo.
Ju falenderojmë, atëherë dhe unë ju uroj një mbrëmje të qetë, të bukur, të paqt, plot ëndra, sikur se ishin dhe rrëfimet tona, dhe njëkohësisht një fillim jave plot energji dhe adrenalin. Natën e mirë nga unë dhe përshëndetje nga gjithë panelistët. Natën e mirë, Natën e mirë dhe javë të mbarë. Natën e mirë të gjithëve. Natën e mirë. Në botën e fëmijëve. Me Almën dhe Mozën.